Ma nuk është temë tabu. Martesat mes individëve nga Kosova dhe atyre nga Serbia po ndodhin në një masë kogja të madhe. Madje, për herë të parë, ato po shprehen edhe publikisht. Një trend i ri në TikTok që po quhet We Break the Rule apo në shqip ne thyem rregullin, nxjerr në pa martesat mes partnerëve të nacionaliteteve të ndryshme. Në të, martesa mes një shqiptari apo një shqiptareje nga Kosova apo nga Shqipëria me një partner nga një nacionalitet i huaj konsiderohet si thyrje e një rregulli të pashkruar zakonor dhe paraqitet si trend për përdoruesit e TikTokut. Në fakt, ajo që ka ngjallur reagime më shumë se të tjerat është fakti se ka kogja shumë raste dhe të martesave mes vajzave nga Kosova apo Shqipëria me meshkujt serb, si dhe anasjelltas vajzat nga Serbia për burr marrin një shqiptar nga Kosova apo nga Shqipëria. Si dukuri e gjithashtu videot janë shumë virale. Prej asaj që kam pa, janë 99% e rasteve që njoftohen në shtetet e Evropës. Në përshkrimet që i bëhen fotografive, natyrisht se janë rrëfime të natyrës se familjet e tyre janë kundër lidhjeve shqiptar me serb, por që këta nuk duan t'ja din nga se kanë lidhje emocionale e dashurore. Prej një kërkimi të thjesht në TikTok, unë kam gjetë mbi 20 raste të tilla që tash po ishin në ekran, e që raportin e tyre e kanë bë edhe publik. Nejse, sado që është konsideru që është tabu, duket se tillë është vetëm bërja publike apo martesa me publicitet mes etnive shqiptare e serbe. E për këtë që po e them, po du me au kallëzu në statistik. Për shembull, në vitin 2019 dhe 2 muajt e parë të vitit 2020, në komunën e Novobërdës në Kosovë kanë gjithsej 169 kurorëzime mes këtyre 2 komuniteteve. Pra, nuk është edhe aq temë nxehtë sa e bojnë shqiptarët. Në realitet duket që çështo është veç nëse e bën publike. Unë e vrej që ekziston një lloj mosdurimi i shqiptarëve dhe serbëve, ka rshi një martese të tillë mes këtyre 2 etnive. Tash këtu hinë shumë faktor, normalisht që ndoshta ka ana e shqiptarëve e bojnë ma të rëndë me përbi një fenomen të tillë. E për këtë arsye janë raportet armiqësore mes 2 shteteve, lufta e fundit në Kosovë dhe gjenocidi pamërshishëm i forcave serbe mbi kosovarët për vite me radhë, që për pasoj pati 10 mijëra viktima, gra të dhunuara, shtëpi e prona të djegura e çka jo tjetër. Natyrisht, na e kemi parasysh që një shumicë që ka emigru në shtetet e Evropës dhe Amerikës, ka emigru dhe si rrjedhoj e luftës që erdhi si shkak i represionit serb ndaj popullit të Kosovës. Dhe tash, një fëmijë i tij të martohet me një vajzë apo mashkull nga Serbia, natyrisht që do të jetë e papërballueshme për të si prind.